shumë e sigurt që secili nga ju e nga ne kemi dëgjuar për piktorin e famshëm Van Gogh. E veçanta e jetës së tij është se ai bëri rreth 800 piktura dhe arriti të shes vetëm një prej tyre sa ishte gjallë. Këtë e bleu motra e shokut të tij për $50. Ajo e bleu jo se i pëlqeu piktura, por se kishte qenë e dashuruar me të. Edhe pse askush nuk e pëlqente pikturat e tij, Van Gogh vijoi të pikturoj gjatë gjithë jetës së tij. Ai u bë i famshëm vetëm pasi vdiqi dhe fitimet e gjeneruara nga pikturat e tij i përveçuan fëmijët dhe niprit e tij. Lind pyetja: çfarë shtynte një njeri të pikturonte plot 800 piktura kur askush nuk i pëlqente dhe askush nuk i blente? Ai e shijonte, e pëlqente dhe e vlerësonte atë që bënte pavarësisht mendimit të njerëzve. Ai vetë thoshte: gjëja e vetme që më bën të ndihem i lumtur në këtë jetë është vetë piktura. Mësimi i këtij tregimi është se pak rëndësi ka se si të shohin dhe të vlerësojnë të tjerët. Rëndësi ka që ti e pëlqen atë që bën. Nëse të ndodh që askush nuk e vlerëson punën tënde, me siguri ai njeri inteligjent dhe largpamës nuk ka lindur akoma. Prandaj mos hiq dorë nga pasioni.